Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ardhur në hadithet pejgamberit Allahut që pejgamberi Allahut e ka komentu fjalën La ilaha illallah, me do me thonje se i vetmi që meriton adhurimin është Allah. Ta ndëgjojmë këtë hadith që e kanë nxjerrë Imam Muslimi sahihun e tij. Nga Abdullah ibn Omeri, thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thonë: Islami është ngrit në 5 shtilla. Me transmetim të Imam Muslimit thotë: shtilla e parë ndëgjoni, pra e ka për qëllim shahadet, se ka në transmetim tjetër nga Abdullah ibn Omeri që ka thonë pejgamberi Allahu 5 shtillat e Islamit e para është La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ndëgjon këtë koment që pejgamberi Allahut na sqaron çka do me thonë La ilaha illallah. Thot ala an yu'badallah wa yukfaru bima dunah, që të adhurohet vetëm Allahu dhe të mohohet çdo adhurim tjetër pos Allahut azza wa jall. Këtë transmetim gjithashtu na ka ardhën edhe nga Ibn Abasi dhe na ka ardhën gjithashtu në Kurani Kerim, ku Allahu azza wa jall na rëfen për Ibrahimin alayhis salam që e zhvilloi një bisedë me babën e tij. Dhe Allahu na porosit në Kurani Kerim dhe thot: shembulltir më të mirë pranë besimin tuaj e keni Ibrahimin alayhis salam dhe xhamatin e tij. Për këtë arsye fjalën La ilaha illallah e bani të pavdekur qish nga Ibrahimi alayhis salam. Ta ndëgjojmë këtë bisedë që e zhvilloi Ibrahimi alayhis salam me babën e tij. Thot Allahu në Kurani Kerim: wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ibrahimi alayhis salam kur i tha babës tij dhe i tha popullit të tij: inneni baraun mimma ta'budun. Kam heq dorë për asaj që adhuroni ju. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Përpos ati që m'ka kriju dhe ai inshallah do të më udhëzon. Allahu azza wa jall e bjen një ajet pas kësaj polemike, thot: wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibih. Për këtë arsye këtë fjalë e boni të pavdekur Allahu azza wa jall të Ibrahimit alayhis salam në dhurrijetin e tij. Gjithashtu Allahu azza wa jall na tregon në Kurani Kerim kur i tha gjithë pejgamberëve në veçanti pejgamberit Allahu që ti drejtohet i thtarëve të librit, ata që devijon rrugën për të cilën pejgamberët e tjerë erdhën. Thot Allahu azza wa jall e hapi thirrjen e la të hapur. I tha pejgamberit Allahut: Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Tha drejtohu i thtarëve të librit, pra që i futë edhe krishterë dhe thuaj: e jani që të pajtohemi me një fjalë, e jani që të gjithë ne thuaj se pajtohemu me një fjalë. Në cilën fjalë? Tha bejnena wa bejnekum alla na'budu illa Allah, që mos të adhurojmë askend vetëm Allahun, a me kaq? Tha wala nushrike bihi shay'a, dhe mos t'i bojmë Allahut shirk. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dhe mos ta konsiderojmë njëri tjetrin zota pos Allahut. Ja alel kitab, o ju krishter dhe o je qifut, e jani me një fjalë që ka thirrë në ta Musa Isaj dhe ju tharet Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam që të bashkohemi me një fjalë. Qëra një fjalë që në bashkon? La ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar me të drejt pos Allahut.